Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio, duke ju uruar që dita t'ju shkoj shumë e mbar dhe në ecjen tuaj të keni çdo gjë që ndjehet me ritmin e zemrës. Përndryshe, jeta nuk jetohet me intensitetin e saj, pavarësisht sfidave që ajo ka në përditshmërinë tonë. Gjithmonë kur filloj një program, dëshiroj të them një shtys që më jep mundësi për të ftuar në këtë studio mjaft njerëz që spikasin jo vetëm me përditshmërinë e tyre, por me përkushtimin, me talentin, me çdo gjë që i bën ato të jenë njerëz gjithmonë në rritje. E natyrisht kur kjo lidhet me të rinj, me talente do t'i quaja unë, nuk ka si të mos ndjesh nevojen e përkrahjes, e lancimit të përditshëm, e mbështetjes, e vëmendjes në ecurinë e tyre të përditshme. E ftuara ime është një vajzë pak më shumë se 15 vjeçe. Ajo është nxënëse në gjimnazin 28 nëntori, një gjimnaz i famshëm do ta quaja për nga rezultatet e tij. Por përveç mësimeve, ajo në ritmikën e saj të hershme ka një sens të veçantë artistik, madje një talent të spikatur në artin e pikturës. Me mua, sot në studio, është Erblin Sokoli. Mirëmëngjes Erblin, mirë se ke ardhur. Shumë faleminderit për ftesën, jam shumë e nderuar të jem e ftuar në këtë emision special. Unë të falenderoj unë ty, sepse për krah kam një artiste të re, për krah kam një ambient të mrekullueshëm punimesh tuaja, e që natyrisht më shtyn të jap jo thjesht përshtypje, por emocione. Më bëjnë të mrekullohem, pse jo? Ti ndjen këtë së brendshmi një talent që domethënë zhvillohet brenda teje gjithmonë dhe bulon punimet e tua. Po, ka qenë një talent i zhvilluar që pas hapit me punë do zhvillohet më tepër sepse ka vend gjithmonë për përmirësim. Je shumë modeste. Është gjë e mirë, kjo të ndihmon. Në fakt, si nxënëse e gjimnazit je mendja shumë e angazhuar, po ti gjen gjithmonë një prehje në dashurinë tënde të mrekullueshme siç është piktura, apo jo? Po, është mëse vërtet, kemi shumë ngarkesë shkollore këtë ditë, por mundohem të gjej sa do pak kohë për dashurinë time, artin, pikturën, që ta ushtroj. Mund të jetë si aktivitet gjatë kohës së lirë, si lodhës, edhe që mund të shpreh një ide ose emocionet e çastit. Gjë e bukur. Në fakt, gjinit tuaja të preferuara? Më pëlqejnë shumë këta që kanë lidhje me realizmin, impresionizmin, këta që shprehin më shumë, që japin jetë pikturës, edhe rëndësinë ngjyrës. Në fakt, këtë e ndjen dhe e ke mësuar gjatë rrugës, besoj, sepse janë një shtysë e brendshme. Unë shoh shumë realizime këtu, më ke sjell pafund. Nuk e di, jam shumë borxh ndaj teje që nuk mund t'i paraqes të gjitha në program, por e ndjej që të gjitha pulsojnë me një talent shumë të spikatur. Në sfond kemi vendosur një peizazh. Po, peizazh, fotoja është realizuar nga unë. Kur kam udhëtuar për në kraj, Malzi, e kam parë peizazhin e më ka frymëzuar shumë, prandaj bëra foton e vendosa që ta sjellin një ta pikturoj unë vetë. Edhe kjo është rezultati. Jashtëzakonisht bukur. Por ajo që më bën përsëri të ndalem është gjinia e portretit, të cilën ti me sa duket ke një zhdërvjellësi të jashtëzakonshme për ta realizuar, apo jo, portrete pafund. Ato jam fokusuar më shumë, fakt vitet e fundit. Pse ndjen se tek portreti mund të kesh një mundësi të mirë shprehje? Sepse portreti njerëzor më jap shumë ndjesi shpirtërore të brendshme, sidomos syt që është pjesa ime e preferuar gjatë punës. Kur realizon një portret, çfarë ke parasysh? Të tërën
detajet, përfundimin e tij, imazhin e pamjes edhe të shpirtit, si ngërshëtohen të gjitha këto? Imazhin e shpirtit, ajo është fiksionimi kryesor për cilë emocioneve, edhe detajet që më në fund realizojnë pikturën, e sjellin jetë, i japin një formë. E fillon nga një pamje e përgjithshme apo nga detajet? Në të cilë është elementi i parë që ti e fillon? Në fillim është skicimi, vendosja vijave që tregojnë vendodhjen e syve, hundës, boshtit të fytyrës. Kjo është një matematike jashtëzakonshme e artit, apo jo? Tënd. Mund të themi kështu. Janë portretet të pafundme që ti realizon, kam qef ti drejtohem disave. Nuk e di nëse kamera mund t'i fokusoj, po këto janë portrete shumë të bukura të realizuara prej teje. Çfarë të shtyn për shembull në këtë portret? Pozicioni i saj më ka bërë përshtypje, mënyra se si ka pozuar te kjo fotoja, është një aktore e famshme që e ndjeku. Sa bukur. Cila është kjo aktore? Emri i saj është Lily Reinhardt, që luan në serial Netflix dhe filmat tjerë të famshëm. Po kam një tjetër realizim këtu. Po, ky është basketbollisti i ndjer Kobe Bryant me vajzën e tij, i cili për fat keq ndroi jetë vitin e kaluar, por ky është një realizim që jepat prezencën e tij pak. Tash ka mungesën e tij. Pra janë të gjitha shtysa të brendshme që të bëjnë që të hedhësh mendimin tënd, imazhin tënd artistik në fletën e bardhë apo jo? Po, sidomos gjatë periudhës karantinës, domethënë që ka kanë periudha më fitimprurse për mua, sepse kam pas shumë pasion për me hall piktura. Sa bukur. Ndërsa këtu shohim një tjetër realizim. Po, edhe kjo është një aktore, e cila më pëlqen mua dhe e kam realizuar. Këtu më pëlqen shumë pozicioni, mënyra se si jepat shprehjen e saj. Shprehja e fytyrës më pëlqen shumë, edhe e kam realizuar. Janë pafund, ne përsëri do të ndalemi, ndërkohë që do të dëshiroja të dija se ky është një proces që ka nisur që herët, apo jo? Që në moshën 3 vjeçare, prindërit, familja e ka vërej prirën teme në art, në pikturë, kur shkaravisja more të shtëpisë. Vërtet? Po, edhe gradualisht fillova të kapja lapsin, letrën, të hidhja ide. Kryesisht këto filmat vizatimore që shikoja i hidhja, si skicime të thjeshta. Dhe kështu fillova të hija profesionalisht artit. Po ndërkohë që vëmendja ndaj teje u shtua, fillimisht në familje, filluan të sillnin jo shumë lodra, por lapsa, ngjyra, bojra, flet pafund. Si ishte ai ambient ku ti prehesha? Ambienti që në lindjen time deri tash është ambient artistik, ai ku jeton, është i mbushur plot piktura për të jetë. Unë jam rritur në një ambient të mbushur që t'jep frymë artistike. Ti realizove shumë vizatime, por që mbriti deri në një punë të parë e cila tërhoqi një vëmendje. E ke ruajtur këtë punë? Po, puna e parë plot është kjo këtu, që paraqet një pamje të veçantë, një vajzat të ulur që po lexon një libër dhe ka shoqërinë e macës saj. Kjo ishte një kompozim i joti, një mendim që ti... Ka qenë një foto e ngjashme me këtë që e kam realizuar. E mendon se ajo vajzë e vogël të ngjan paksa në dëshirat tuaja për të lexuar, sepse ti ke lexuar dhe lexon shumë, apo jo? Po, në fakt kam një lidhje të madhe me librin, me leximin, atë që më ka frymëzuar të shkruaj vetë. Çfarë të bësh? Të shkruaj vetë. Si të shkruash vetë? Të shkruaj me moshë vogël, më shumë kam shkruar
poezi të shkurtra, kam shkruar edhe romane që janë të ruajtura nëpër arkiva më shumë. Ja pra zbuluam edhe diçka tjetër që lidhet me hapësirën tënde, me botën tënde të madhe. Po që janë këto krijimet tuaja? Më shumë që si romane ndoshta që i kam shkruar unë, kanë më shumë këtë botën fëminore më rënd se sa. Personazhet i ke të sajuar ti apo i ke marrë nga disa realitete, diku të prekshme në filma, diku të gjetur në klasat e shkollës apo të kopshtit? Ndërkohë që kam që kam bërë shkrimin, kam bërë edhe skicat e personazheve që kam kriju vetë. Janë të krijuar vetë, me pak frymëzim nga këta filma vizatimor të preferuar që kam pas. Të kujtohen emrat e tyre personazheve, një ose dy? Në fakt, jo, po më kujtohet një emër qesharak që i kam vënë njerit prej personazheve Askushi. Ndërsa tjerë nuk është se më kujtohen shumë, sepse... Po ti ki pikturuar, pra një fantazi që fillon me mendimin e shkruar, më pas derdhet tek vizatimet apo pikturat që ke krijuar, apo jo? Po, kanë qenë të lidhura bashkë. Të gjitha të lidhura bashkë. I ke ruajtur? Po, i kam ruajtur të gjitha. Ke një dosje shumë të madhe ndoshta për krah atij ambientit tepër artistik që të ka përkundur që në hershmëri, apo jo? Po, dosje të viteve të ndryshme, domethënë, të secilit hap, si evolucion timi, domethënë, tregon atë progresionin që kam pas. Kur i sheh tani Kemal buzëqesh me atë naivitetin e hershëm, apo ndjen se një lloj krenarie që ti po ecën dhe ke ecur kaq mirë? Më jep një ndjesi të veçantë kur e shoh prap ato piktura, më japin atë mallin më shumë. I shikoj ato kohë, më japin ndjesinë e kohës, domethënë që ka kanë para shumë vitesh. Më kthejnë prap në kohë. Në fakt, Erblin, jam shumë e bindur. Nëse ti nuk do përkraheshe, nëse pikturat tuaja në rrethin tënd, në familjen tënde, e cila është një familje intelektuale dhe shumë marrëdashëse, nuk do përkraheshin, ndoshta ecuria nuk do të kishte qenë e tillë, apo jo. Po përkundrazi të kanë përkrahur. Të kujtohet si shpalosnin punët tuaja prindrit e familjarët tuaj? Po, do me thonë, po të mos kishte kanë shtysa aty në mbështetja, nuk do të isha këto ku jam, do me thonë. Përveç familjes edhe rrethi i afërt, që përfshin gjyshin, dajën, që janë piktorë mirënjohës Shkodran. Të ndalemi pak sa, sepse ke një preardhje artistike të vlerësuar. Gjyshi juaj i ndjer piktori Shefqet Huseni, shoqet Huseni. Me ekspozita, nuk ka... Në 2019 ai ka hapur një ekspozitë, krahas të tjerave ekspozita që përgjatë viteve të tij ka hapur. Ajo ishte ekspozita e fundit në Galerinë e Arteve Figurative me punime të panumërta, për një piktor që duhet nderuar dhe kujtuar me nderim, por në ecurinë tënde natyrisht ndikojnë edhe mjaft të tjerë. Ju përmendët Dajën, djalin e Dajës, Hallën, Esmeralda e ka pasur prirje pikturën. Do të thotë që ti je përkundur në përkrahjen, por edhe në këshillat, ndonjëherë edhe kritikat e tyre. Pas një përfundimit të një pikture, gjithmonë kam shkuar te gjyshi, i cili ka qenë i parë që ma ka vlerësuar në mënyrë profesionale, ka qenë shumë ardashës, prandaj u kërnate shumë edhe kjo më ka bërë më ndihmë shumë mirë, po në të njëjtën anë ka kanë kritiku jam më e sinqertë më e madhe. I mban mend, i ke parasysh gjithmonë këshillat e tij? Po, do me thonë, hapa që bëjon hap pas hapi në art janë sipas këshillave të tij dhe të të ndjekur gjatë gjithë jetës time.
që është shumë e bukur. Mirë, Erblin, ti fillove në ecurin tënde, realizove shumë vizatime në fillim, piktura, më pas, ja kjo mund të numërohet si puna e parë artistike, është realizuar në laps, apo ja? Po, Me në laps. ngjyra lapse. Po. Dhe gjithsesi ka një ide shumë të bukur. Kjo vajzë është më e vogël se libri, sepse bota e librit është shumë e madhe dhe është përfshirë, është mbledhur në karrige dhe është fshehur pasti jo për të fshehur, por për të humbur në magjinë e librit. Po erdhi një moment që këto punë u bën punë të mirëfillta dhe kërkuan kornizë. Të kujtohet puna e parë që vendose në murin e dhomës të sallonit tuaj. Po që në përfundim të punëve, prindërit më kërnoshin edhe gjyshin fakt ishte i parë që do me thënë kishte atë shtysën do të se zbën me vu në kornizë, sepse i do të shumë ato punët e mija. I pëlqenin as masa. E cila u vëvu e para? E para ka qenë pejsazh, besoj. Po gati të gjitha pikturat që kam bë. Rrshyen pastaj në mure. Me furi. Me furi. Dhe kështu ambienti juaj familjar është i mbushur me punët tuaja, të gjyshit, të dajës. Të gjitha muret të shtëpisë nuk ka si kanë, domethënë që është i lirshëm. Tëna janë të mbushura me piktura. Sa bukur, sa bukur. Dhe ti shëtit natyrisht në ato ndjesi që të kanë bërë të realizosh një punë apo një tjetër. Shpesh mediton para tyre, i bën kritikën vetës për ndonjë gjë, apo mendon se do të realizoj diçka tjetër më përpara? Ka momente, si gjithmonë, ka momente që mund të jenë afër dorëzimit, po nuk dorësohem kur, domethënë mundom që me ecë, pse mund jenë disa momente që kritikan shumë veten, nuk nihesh i sigurt në vetvete, po. Në fakt, sa po shoh këto janë disa teknika që ti përdor. Për shembull, ndjes. Këtu është një portret i realizuar me lapsa. Me laps. Ky portret i përket? Aron Piper është një aktor spanjoll që luan në serialet e Netflixit. Dhe kam realizuar se më kanë pëlqyer të detajet e kachorelave, syve, buzët, realizimi. Të duket sikur të flet, të duket sikur po dialogon, sikur kërkon diçka të thojë. Është portret delikat, prandaj këta delikatët më pëlqejnë shumë, më japin, bëjnë përshtypje. Pra, teknika e lapsit ka zhdërvjellësinë shumë të madhe tek ti. E shoh me këtë lëvizje të jashtëzakonshme të çdo elementi që ti paraqet këtu në këtë portret. Përveç kësaj teknike, më duket se përdor edhe bojrat akrilik, të cilët natyrisht kanë një mjeshtri për ti përdorur. Po, bojrat akrilik janë thjesht bëra që hollohen me ujin edhe thanë shumë shpejt. Po avantazhi i tyre më i madh është që shprehen shumë se kanë ngjyrë të fortë edhe japin jetë, domethënë t'japin mundësi që me përdor me mënyra të ndryshme panelin. Po, ndërkohë duhet të jesh edhe shpejt në realizim, por të kesh një imazh të qartë për zgjerrjen e tyre. Cilat ngjyra të pëlqejnë? Ngjyrat e ngrohta, të ftohta? Nuk e di. Kryesisht është ndjesi më shumë, po këto ngjyrat jeshilja, të gjitha nuanca. Jeshilja është një fantazi e vërtet, apo jo? Edhe bluja, të gjitha nuancat e blus më pëlqejnë. Këto janë dy ngjyra që bëjnë më shumë përshtypje, sidomos kur bjen fjalët e peizazhet. Le të ndalim edhe tek një portret tjetër, po më bën shumë përshtypje. Ky është Jokeri. Jokeri. Po, ka kjo anë është personazhi e ki bërë me dy pamje, fytyrën e ke ndarë në dy pjesë. Po. Pse? Sepse janë persona quhet. Jokeri është
është identiteti i dytë i këtij personazhi, pra, që fshihet brenda këtij, që ai është fsh momente caktuara. Është në filmat e mi më të preferuar, që flet për problemet që mund të kenë njerëzit me shtetin e tyre psikologjik, edhe që nuk trajtohen shumë mirë nga shoqëria, pra, paragjykohen shumë. Po kjo është një thellësi. Të humbasësh në thellësinë e këtij personazhi për ta paraqitur shfaqjen e tij. Është një realizim jashtëzakonisht i bukur, kërkon një vëmendje të veçantë. Nuk e di nëse e ke komunikuar me piktorë të njohur të tjerë, natyrisht gjyshi, ambienti familjar, kanë bërë atë përkundjen tënde të mrekullueshme, atë formëzim tëndin. Ke dalë jashtë sferave familjare për të komunikuar, vlerësuar? Po, përveç dy piktorëve që më frymëzojnë shumë dihet që janë në sytë e mi, gjyshi dhe Daja mjeshtrat më të mëdhenj. Daja quhet? Arjan Hyseni. Arjan Hyseni, e përshëndesim. Ka dhe autorë të tjerë që mund të jenë në këto rrjete sociale, kur postoj kështu që japin edhe shumë support, edhe mund të japin amëndimet e tyre. Edhe i mbështesë dhonë në të njëjtën anë, me punimet ndryshme të tyre. Pra është një marrëdhënie e vazhdueshme. Është një portret që po më bën jashtëzakonisht përshtypje, Joker. I realizuar në dy anët e një personaliteti të shfaqur dhe të brendshëm, por që natyrisht ka një rezonancë shumë të madhe njerëzore. Të lumë, bravo, sa bukur. Kemi edhe një tjetër portret këtu. Po, kë është një aktor, Cole Sprouse, që ka luajtur që në fëmijëri. Mua më pëlqen shumë është parapëlqyera të mia personale. Më pëlqen shumë shpreha që ka ai, mënyra se si shikon lart. Është shumë emocion. Në të gjithë këto realizime, unë shoh persona të ndryshëm, brëndësi të ndryshme, realizime të një bote shpirtërore shumë të madhe. Ja, për shembull, është dikush sa ndrimtar, aq thellësisht i mbrojtur në mendime dhe në sfidat e jetës. Të tjerë, të shohim pak edhe atë portretin atje? Po? Natyrisht duke sfiduar çdo gjë që lidhet me të shkuarën dhe me hapat e së sotme. Apo jo? Po. Janë të lidhura bashkë, me thonë, përveç talentit që mund të kenë lindur, janë tana të zhvilluar për punës, vetëm puna e jep këtë rezultat. E shoh që Erblin u drejtohet shumë njerëzve të njohur, artistëve. Do të thotë që ti i ndjek këtë artist, ke ndjesi shumë të forta për të parë realizime të filmash, lojën e aktorëve, këto të frymëzojnë me sa duke? Po, më frymëzojnë gjërat për jetës përditshme që thjesht mund të jallin të skicë, me thonë. Dikush që mund të shanë rrugë, që më banë përshtypje. Vërtet? Po. Edhe këto rrethi afër që mund t'i kem ha shpesh herë në skicë, shokët e klasës, gjatë mësimit, mund t'i kem ha. Po, dialogon vërtet me këto personazhe të cilët ti formëzon me artin tënd? Po, sidomos kur mund t'jenë skicime që i ban drejt për drejt, me thonë. Mund të bëj një dialogim. Zakonisht ke marrë vlerësime apo më shumë kritika? Për shembull një shoqe, motra jote, etj, çfarë thon kur shohin veten në një tablo? Më shumë kur dikush shoh veten, më shumë të marrësh kritika, po ja, vlerësimet janë shumëta. Po edhe kritikat i vlerësoj shumë sepse më bajnë me ecë përpara. Janë shumë të rëndësishme. Kjo do të thotë që arti yt është një art që ecan i mbështetur hap pas hapi, në realizima, në frymëzime nga figura artistike, por edhe në teknika që lidhen me realizimin e këtyre figurave bukur. Në fakt, ti e studion artin, të pëlqejnë piktorët, i ndjek ata? Po, përveç këtyre
autorëve bashkëkohor që mund që më pëlqejnë më shumë këta që realizojnë portrete realiste, është edhe Claude Monet, piktor i shekullit 19 francez, që ka praktiku edhe është themeluesi në fakt i impresionizmit. Të pëlqejnë piktura, tablot, pejzazhet e tij? Sidomos seria e pikturave të tij Zambakët e ujit, që shprehen shumë, fokusohen te një subjekt, japin pamjet e natyrës, ngjyrat. Mrekullisht, jashtëzakonisht bukur. Patjetër që duke dialoguar me këto realizime mjeshtrore të mjeshtrave të mëdhenj, ti ecën edhe në një kualifikim tënde, në një shkollë tënde për të realizuar të tilla tablo, apo jo? Po, në fakt, përveç kësaj anës, përdiqme kam edhe anën profesionale, teknike, që jam duke mësuar për çdo ditë më shumë. Si e mëson këtë anë profesionale? Më shumë nëpërmjet praktikës, kështu mësohet arti pikturës. Në praktikë. Në çdo gjë, por nuk u praktikua, mbetet aty. Në fakt, hapësira jote është tepër e gjerë. Një vajzë që në hershmërinë e saj jo vetëm ka pikturuar, por edhe ka shkruar vargje, prozë, ka krijuar personazhe me fantazinë e saj. Ka lexuar pafund libra, i ka rënë tastierës. Apo jo, ulesh ndonjëherë në tastier prapë? Po, në gjatë kohës së lirë, domethënë kur ndihem e frymëzuar, mund ulem në tastier, janë disa pjesë që i kam, për shembull Forelizën që mund t'i bie. Vërtet, Beethoven. Domethënë unë në tana format e artit janë të lidhura bashkë. Edhe gjatë pikturës, kur pikturoj, dëgjoj muzikë që ndihem të frymëzon muzika. Po. Por është veçanësi se të studiosh në një gjimnaz, siç është gjimnazi 28 nëntori, është një impenjim i përditshëm me mësime. Po, është ngarkesë e madhe në fakt. Por piktura ka të kohën e saj. E ka kohën e saj. Po mësime, çfarë interesash ke? Në fakt nuk është se kam një fokusim për momentin, por janë disa lanë që më bajnë përshtypje më shumë që më pëlqejnë. Për shembull? Nuk e di, mund të kem disa që më pëlqejnë. Pëlqejnë këto lëndët që kanë lidhje me artin, letërsia më pëlqen shumë, lëndët gjuhësore, disa nga lëndët shkencore që më pëlqejnë. Në fakt, dua ta shoh edhe atë portret aty, po më tërheq shumë. Kjo është një këngëtare më të preferuar të mia, që është nuk është shumë e madhe, është 17 vjeçare. Edhe më ka pëlqyer shumë kur portreti i saj është një. Po e ke bërë të gjallë. Kjo letër nuk është letër, kjo është një njeri aty që po na shikon të dyjave. E po thotë, vërtet, e tillë jam. Për sa kohë i realizon këto portreta? Varet edhe nga koha e lirë që kam. Kur kam shumë ngarkesë, mos e morem, kërkojnë më shumë kohë, por varet, mund të varojnë disa orë. Mund të varojnë ndoshta 5-6 orë. Po ka raste kur ti ulesh, e fillon dhe e mbaron? Po, ka pas disa raste që kam kërë mrena 2-3 orëve, që ka kenë vrulli, që më ka ardhe. Sa gjë bukur. Ke shumë piktura, absolutisht shumë piktura. Dhe janë bërë dosjet e tëra. Ti ke marrë pjesë ndonjëherë në ndonjë ekspozit, Erblin? Unë personalisht, jo, pa është një ndër pikësënimet në të ardhmen që mund të hapi një ekspozit personale. Sa bukur. Po sa bukur është që të hapësh këtë ekspozit edhe shpejt. Pse jo, korridoret e gjimnazit 28 nëntori për shembull mund të jenë salla e parë e pritjes së artit tënd për t'u shpalosur tek shokët, shoqet tuaja, tek presorët. Unë dhash një variant sipas meje. Po, që tregon e Corin. Gjë shumë e bukur. Sot dita ka rritëm tek ty. Natyrisht në shkollë,
në bankat e saj, të gjimnazit 28 nëntori, por në një orë të vonë, në base do të ulesh për të realizuar diçka. Po, në orët e vona darkës. Janë orarët që spalosi talentin më shumë. Ky nuk është thjesht motivim. Ky është një art që buron, ky është një talent i spikatur që ecën dhe kulmon vazhdimisht çdo ditë. Erblin, të falenderoj shumë që na solle pikërisht këto gjëra kaq të bukura të artit tënd, këtë ecuri tënde të mrekullueshme dhe nga thellësia e shpirtit të uroj veç mbarësi në rrugtimin tënd. Nuk të pyeta, e mendon rrugën tënde në sferën e artit apo diku tjetër? Tër arti ka me kënë gjithmonë për kamejet. Në qëse nuk ka me kënë lidhje me profesionin tem, ka me kënë gjithmonë një pasion që ka me kënë gjatë çlodhjes time, që ka me më dhanë gjithmonë diçka më tepër. Shumë bukur. Kjo do të thotë që ditët tuaja janë gjithmonë sfiduese. Është një luftë e vazhdueshme për të realizuar çdo gjë të bukur në ecurinë shkollore, por edhe me artin tënd. Të falenderoj zemër. Të falenderoj shumë që na solle këto emocione kaq të bukura, këtë art të mrekullueshëm, të cilin unë shikoj në këtë tablo, por edhe në shumë tablo të tjera, e në realizime portretesh, apo edhe në vepra të tjera që ti ke të kryera tashmë në dosjet tuaja të pafundme. Uroj që të kesh lançim akoma më të madh në ekspozita, në marrëdhënie artistike me të tjerë piktorë të Shkodrës, të cilët vërtet janë shumë të mirë, ato hapin ekspozita, kemi një sallon të vjeshtës që është për piktorët me një moshë natyrisht të pjekur, por jo vetëm, dhe që gjithmonë të ftojnë. Rrugët tuaja janë të hapura, sepse flet vetë talenti yt. Të falenderoj edhe një herë. E të uroj gjithmonë suksese. Pres gjithmonë informacione të bukura për artin tënd, Erblin. Edhe një herë falenderit. Faleminderit shumë edhe juve.